Një ngjarje e rëndë është e regjistruar këtë të njëjtën në Maliq, ku gjatë një operacioni policor për kapjen e një personi në kërkim, ka ndodhur një përplasje me armë zjarri. Si pasojë e shkëmbimit të zjarrit, ka mbetur i vrarë efektive Enea Mekolli, 34 vjeç, ndërsa është plagosur kolegu i tij, Edison Adri, 36 vjeç. Ngjarja ka ndodhur në një zonë malore të fshatit të Lozhan, ku strukturat e policisë kishin lokalizuar një person në kërkim, Violant Braçellari, 43 vjeç, i cili rezulton me precedent të mëparshëm penal. Sipas burimeve, 43 vjeçari ishte i fshehur në një stan dhe ka refuzuar thirrjet e policisë për t'u dorëzuar. Në momentin e ndërhyrjes, ai ka hapur zjarr në drejtim të efektiveve, duke e shkaktuar vdekjen e njërit prej tyre dhe plagosjen e tjetrit. Gjatë kundërpërgjigjes së policisë për neutralizimin e autorit, Braçellari ka mbetur i plagosur dhe është transportuar drejt traumës në Tiranë, ndërkohë edhe efektivi i plagosur, Edison Adri, është transportuar me helikopter ushtarak drejt të njëjtit spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Ndaj autorit është vendosur masë e rreptë sigurie nga efektivët të policisë në ambientet e spitalit, ndërsa hetimet po vijojnë për zbardhjen e plotë rrethanave të kësaj ngjarjeje.